Jo, e vetëm gjë shumë e thjeshtë, jam dakord, por gjykohet në mënyrë shumë empirike. Pse? Për punën e sigurisht artistët nuk kanë asnjë vlerësim, kjo është e padiskutueshme dhe nuk kanë arritur do të kur të lobojnë, të shkojnë te politika dhe të kërkojnë drejtat e tyre, se e kishin dorë me ca vota, ja kishin dhënë statusin e artistit, ja kishin ndruar dhe edhe mirëqenien e tyre pa diskutim fare. Ndërsa për ndjekjen do të bëj një vëzhgim shumë të thjeshtë. Për artin e angazhuar është shumë e vështirë. Është tmerrsisht e vështirë dhe nuk vjen njëri absolutisht jo. Por ne që merrem me këtë punë dim shumë mirë që nuk presim të na vinë ata. Ne duhet të shkojmë, sepse ky kalon për te artit dhe shkon në mision. Unë kisha një film që në kinema bëri, ku diun, 700 veta, dola vetë me filmin në dorë, shkova te shkolla, si thot zoti Shehi, shkova, takova, e ktheva në diskutime etj. U bëm 5.000 veta dhe kur shkova këtë distributorin në Gjermani që i thash unë kam bërë 5.000 veta, a i tha këto shifra, kaq të mëdhaja, për një film të angazhuar, nuk i kemi në Gjermani. Pas ka qenë sukses i madh. Shumë forma ne nuk i dim, sepse ai impakt që ke ti kur shkon direkt ke fëmijët dhe i flet për filmin, nesër mua më ka ndodhur që 3-4 fëmijë nga qytete ndryshme më kanë çu skenar, sepse ata ndrojnë, e pan artistin, e thatu boka. Pse su boka? Pra, kjo është për te. Nëse ne do gjykojmë që ne skemi e zbëjmë ku diun se çfarë, sigurisht edhe ca gjëra do i themi. Patjetër, pa diskutim, në këtu individi është pastaj bie në festivalin e filmit me qenë se janë bord dhe burr dhe e din situatën. Duhet ta kthejmë në sistem. Me qenë se janë bord dhe e din situatën, ta përmenda festivalin e fëmijëve që bën gjë. Ore si ka ne nuk kemi mbledhur bordit. Nëse pra, nëse ta gjë tjetër. E shikon zoti Budina si është kur kalon nga tema që për shembull, po njëjta gjë sot do me galerinë e artit. Po njëjta gjë. Domethënë, shtyhet dhe shtyhet pafund. Po i thën sa 2 brezat paktën nga këta fëmijë. Se sa ba la pallat aty. Po jo më galeri, po shtyhet. Domethënë, ne këtu kemi gjithmonë këtë sensin që gjërat që shtyhen tek ne kanë një problem se nuk shtyhen kohë. Ka diçka brapa pra, pritet me u bën ai gjë se po kështu teatri, po kështu galeria kombëtare, po kështu muzeu historik. Ore, ku do shkojnë këta, domethënë qytetarë të Shqipërisë, mbar Shqipërisë, edhe gjithë këta të interesuar që vinë ndërkombëtar, domethënë, pra të gjitha këto domethënë kanë ndikuar, megjithatë buxhetet kanë ndikuar shumë për ta mpakur, domethënë gjithë informacionin, performancën domethënë të krimtarive, të artistëve, dhe mbi të gjitha është ajo që tham që politika e ka përfyti artin. Absolutisht e ka përfyti, politika orienton domethënë të gjithë format e aktiviteteve që ku shkojnë do të thuash. Po mos ndoshta nuk bën pa atë. Shkojnë vetëm tek lajket. Se tha zoti Budina sot ta shëmbë gjithë din këto rrugë. E lajket e rrjeteve sociale. Nëse neve do ta shohim të suksesshëm një aktivitet në lajket e rrjeteve sociale, unë nuk them se ajo nuk vlen, por kjo nuk është si thua ajo gjë e më e rëndësishme. Gjë e më e rëndësishme është që shohim nëse flasim dhe për filmin, kush është filmi autor? Është një film i fundit i Sorrentinos, i cili nuk është për një publik domethënë masiv, por është për një publik që fillon të emancipon pak nga pak shoqërinë, sepse i flet si thua për individin, për ekzistencën, për siatit që ai ka, kur është edhe në majt pushtetit, siç është ai presidenti atje në atë film, domethënë. Pra, në këtë aspekt, këto ngelin si ishuj. Po mirë, fali, pse gjykoni këto lajket e rrjeteve sociale? Nuk i gjykova, unë i mora si është puna. Në një vend ku shteti nuk pagun për artin, nuk jep, nuk investon, njerëzit do shpërthejnë disi, more? Diçka do të bëjë dhe shqyro zot që janë kriju kushtet që secili, dhe më thonë, unë thash vetëm matet me këtë, po nuk thash se nuk duhet. Po kështu duhet të matet, sepse pjesa tjetër, matet me kesh vlla. Këtu kemi 2 televizione publike që marrin nga 5 milion euro prej kryeministrit, njëkohë që televizionet e tjera vetëm paguajnë të ama. 2 televizione publike që marrin nga 5 milion euro. Të tjerët se ekzistojnë, thjesht paguajnë atë tarifen një vjeçare dhe marrin muhabet, Se po vetë kryeministri thotë që do ta mbyll televizionin publik.
apo është kështu? Se kryeministri tash i bën edhe rolin e opozitës, flet si opozitar, domethënë, kur ka gjithë këto vite në pushtet. Domethënë është gati polici mirë, polici keq që lu vetë kryeministri tash. Kemi pas sa aktorë nëpër trupa që i mësonin gjithë rolet për Po pra ja kjo. Dhe ishin gati që të luanin secilin rol. Duke e pa që kështu ka shku situata në Shqipëri, asnjë njeri nuk po kryen rolin e tij, i ka ngel atij që të luajë gjitha rolet, o vëlla. Nëse unë nuk ju jeni brenda zanatit, jo më jo, unë jam plotësisht dakord, po nuk e mrit dot, si më thon arsyetimi, unë arsyetoj si njeri publik, si njeri ashtu. Dhe unë them dy janë rrugët, se nuk shikoj rrugë tjera. Një të shtohen parat publike për këtë fushë, se është shumë e rëndësishme, nuk është luks më bota e artit, bota e kulturës, apo flasim për Europë, këpto. Nuk është luks, do investu si që investohet për shëndetësinë, për banesën, për rrugët, për infrastrukturën. Do investu pare dhe pare të më. E dyta të thash dhe jërë, do zgjeru bashkësia i interesit për artin, e cila fillon nga shkolla, se ku të filloj me pensionistët, do fillu që do investu ke librat në për shkolla, një breziri, edhe kjo pare është, po përveç pareve duhet të tregoj dhe interese. Por këtë punë, që arti që e ka një gjë rëndësishme, që e ka një gjë që jo thjesht bush, atë kohën e lirë, bush shpirtin njerëzor, këtë popull nga shumë, pas për mas buke më dashë të e vetë,